Kam sjell recetën e sheqerparës më trendi të kohës së fundit, sheqerpare me kadayıf. Në një përgatitje unike, e shijshme, ekonomike për përgatitje, besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Si ëmbëlsirë për këtë iftar kam zgjedhur që të përgatis sheqerpare me kadayıf. Filloj me përgatitje. Në një tigan kam hedhur dikon rreth 80 gram me gjallë dhe I zjarrin në temperaturë mesatare e shkrin gjalpin plotësisht. Tash ja shtoj në 150 gram me kadayıf të thatë, cilën e kam coptuar në copsa të vogla dhe filloj kështu që ta fërgoj kadayıfin në temperaturë mesatare për 7-8 minuta duke e përzier vazhdimisht. Ena në të cilën e fërgoni duhet patjetër të jetë lloji që nuk ngjet, se përndryshe kadayıfi do digjet. Kam fërguar kadayıfin, siç e vëreni ka filluar që të merr një ngjyrë ari, kam fërguar dikon rreth 8 minuta dhe tash është gati të largohet nga zjarri. Pasi kam fërguar kadayıfin, përgatis brumin e sheqerparës. Këtu kam 140 gram me margarin, mund ta përgatitni me gjallë apo me puter, varet se si doni që t'ju përshtatni recetës, mirëpo me gjallë ftlyt do del më e mirë, mirëpo në mungesë të saj përdora kësaj radhe margarin. Margarini apo gjalpi duhet të jenë në ambient dhume, më së paku për 3-4 orë që të zbutet pak. Marrim kështu një pirun dhe pak e shtypim me pirun. Fillojmë që t'ja shprishim formën, ja shtojmë një vezë të plotë dhe tash me anë të pirunit e përzi mirë margarinin, pak kështu me vezën, sa të mundem. Kam përzier mirë, sa kam pas mundësi, tash ja shtoj një gotë 110 ml shmëvaj dhe ja shtoj një lugë gjelle me kos. Përsëri masën munduhem që ta punoj kështu me anë të pirunit. Sa më shumë që mundemi ta punojmë, aq më e mirë të del sheqerparja. Kam përzier masën dikun rreth 3 minuta. Tash ja shtoj një lugë gjelle me sheqer. Ja shtoj një vanilë sheqeri për aromë dhe përsëri e përzi masën. Dhe në fund ja shtoj na millin. Mill do na duhen diku rreth 430 gram. Mund të shkojnë ndonjëherë më shumë, një lugë gjelle, 2 varet, mirëpo do e kontrolloni. Unë këtu kam fiks 430 gram, sepse asnjëherë nuk dihet fikse për shkak të markës së millit dhe masisë së vezës, dhe ja shtojmë një pluhur për pjekje. Tash brumin direkt fillojmë që ta punojmë me dorë. Duhet del një brum sikur I sheqerpareve të zakonshme. E përzim kështu mirë. Kam punuar brumin, kam shtu 450 gram me miell, pra duhet që ta kontrolloni. Derisa t'ju del në këtë trashësi do shtoni miell. Tash marrim folë najloni dhe shtrojmë tavolinën e punës dhe e kalojmë brumin. Dhe brumin munduhem kështu që ta hapim me anë duarve, me anë shkopit, në një trashësi dikon rreth gjysmë centimetre. E bëj kështu në formë të folijës, të munduhem që t'ja jap trashësinë e njëjtë nga gjithë anët. Pak me duar, pak me anë shkopit, veprojmë në këtë mënyrë. Kam hap brumin në trashësinë e dëshiruar, tash sipër do ja shtoj kadayıfin, ja përhapi kështu. Mirë. Gjithsesi përfaqen munduhem që ta përhapi.
Kam vendosur kadaifin mbi brum, sipër kadaifit hedhi arra të bluara. Mirë po arra duhet të jenë të bluara shumë emët, kështu në blender. Arra I shtoni sipas dëshirës. Përsëri kështu masën e shtypi me dorë. Tash ja japim formën sheqerparës. Unë kam kallëpa të tillë, nëse nuk keni ju mund të përdorni një gotë dhe fillojmë që mbi brumin të bëjmë prerje, kështu rrumbullake. Kështu mbi gjithë brumin bëjmë prerje rrumbullake. Kam bërë prerje mbi gjithë sipërfaqen e brumit. Tash marr një shpakull dhe kështu me shumë kujdes largoj prerjet rrumbullake dhe I balosi në gjysmë. Një shpakull të hollë në këtë mënyrë do veproni, përndryshe do e keni shumë problem. Balosi në këtë mënyrë. Dhe përsëri e largoj kështu dhe vendosi në tepsi. Tepsien e kam lyer me vaj. Këtë mënyrë veproj në të gjitha. Vetëm kujdes të madh duhet të keni kur të bëni palosjen, sepse I prishet forma. Pjesa e parë pak me vështirësi, tjera do shkojnë pak më lehtë. Në mënyrën e njëjtë vazhdojnë atutje me të gjitha. Kam dhënë formën brumit të sheqerparës, kam fitu një tepsi të kësaj forme. Kurse me skajet e mbrejtura do të marrë dhe do e mbledhi brumin dhe do formoj në forma topta një tepsi tjetër me sheqerpare. Kam nxjerrë furrën në 200 gradë në atë temperaturë do e pjeki për 20-25 minuta. Zakonisht pjekja varet nga furra juaj. Tash marr skajet e ngelura dhe I mbledhi të gjitha bashk. Formoj kështu një brum nga to, e punoj pak që kadaifit përhapet në gjithë masën. E ngjeshi pak. Kam ledhur brumin e sheqerparës, tash filloj nga brumi që të formoj topta. Recetën e njëjtë mund që ta bëni gjithë brumin kështu, t'ja hedhni kadaifin brenda në vreci sheqerparës, vetëm se ta lini brumin dhe më të butë dhe ta bëni kështu në formë topta, ta pjekni do e ketë shijen e njëjtë. Kështu në këtë mënyrë ja japim gjithë brumit të ngelur formën, se ta hedhim është gjuna dhe shfrytëzoni në këtë mënyrë dhe bëhet një shtëpsi me sheqerpare shumë të sheshme. Sheqerparën e kam largu nga furra, pjekur shumë mirë, e lojmë që të ftohet plotësisht dhe më pas përgatisim shërbetin. Njëkohësisht në mënyrën e njëjtë do pjeki dhe tepsin tjetër me sheqerpare.
Kam larguar dhe tepsinën tjetër nga furra dhe i lënë që të ftohen të 2 tepsit me sheqerpare e mirë. Pasi janë ftohur të 2 tepsit, atëherë të gjithë sheqerparën munduhem që ta vendosi në një tepsi, që t'ja hedhi shërbetin që ta merr më mirë. Bëj pak vend dhe për sheqerparën tjetër. Vendosi format rrethore kështu. Pasi sheqerparja është ftohur, përgatisim shërbetin. Në një enë shtojmë 3 gota nga 200 ml me sheqer. Mund t'ja bëni edhe shërbetin më të hollë, mirë po mua ëmbëlsirat me sherbet më pëlqejnë me një sherbet pak më të trosh. Ja shtojmë një vanilë sheqeri për aromë dhe ja shtojmë 2 gota nga 200 ml sheh me ujë. Pra kur të përgatisni shërbetin duhet të përdorni gotën e njëjtë si matës dhe i zjarrin të temperaturë mesatare. Zim shërbetin duke e përzier vazhdimisht derisa ai fillon të vlojë. Shërbeti ka filluar që të vlojë, atëherë ja shtojna lëngun e gjysmë limonit dhe ulim temperaturën me sulfës dhe të mesmes dhe shërbetin e zi për 15 minuta. Kam zier shërbetin për 15 minuta, tash e largojna nga zjarri. Pasi shërbetin kam larguar nga zjarri, tash ja shtoj dikun rreth 30 ml me ujë ftohtë. Ujë ftohtë dhe lëngu i limonit ndihmojnë që mos kristalizohet shërbeti. Kështu shërbetin vol të nxehtë ja shtojna sheqerparës së ftohtë plotësisht. Pasi ja kam hedhur shërbetin, e lëm kështu të zbuluar dikun për 30 minuta, më pas do e mbuloj dhe do e lëm që ta merr shërbetin më së paku për 5-6 orë. Sa më gjatë të qëndrojë, aq më e mirë të del sheqerparja. Sheqerparja e ka marrë shërbetin mjaftueshëm. Ta largoj kështu një pjesë nga kjo formë dhe një pjesë nga forma tjetër, që t'ju demonstroj se si ka dalë. Ja dhe si duket sheqerparja, vërtet ka dalë shumë e mirë. Besoj se nuk ka për mi mungu shija, saj pamje të bukur. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë sheqerpare me kadayıf ju bëft mirë. Ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.